Miq, ju përshëndes. Dielli ka ndriçuar dhe do të ndriçojë gjithmonë në Shqipërinë tonë të dashur, me tradita, me vlera dhe me njerëzillëk. Ajo se çka është gjëja më e shenjtë e shqiptarëve që po duan ta shembin, ta shkatrojnë, që po futen deri në bazat të familjes tonë, se shoqërinë e ka marrë lumi patjetër, se këtë e shohim, edhe pse prit ditësh është bërë një thirrje pro familjes nga shoqëri të ndryshme civile, nga njerëz të ndryshëm, pra nuk është se ka qenë një organizim mirëfilli nga njerëz, pra po të vini re, shihni se sa pak është organizim, se sa pak njerëz janë mbledhur në sheshin Skënderbej kundër ligjit ose projekt ligjit të miratuar tashmë në parlamentin, në vendin ku buron dia, mirësjellja dhe e mira e shqiptarëve, aty ku janë njerëzit më intelektual, njerëzit më me botë, njerëzit më me sjellje të mirë të përzgjedhur nga populli shqiptar. Por siç e shihni, kjo protestë, pra kjo thirrje është bërë në shumë qytete dhe kjo tregon dy arsye shumë forta që shqiptarët po tregojnë që nuk mbledhen dot, po nuk patën një bari ose një nga këto udhëheqësit e politikës, nga këta njerëzit që kanë interesa, se ndryshe ne vetë njëri tjetrin nuk bëhemi. Këto janë ato organizimet që nuk e di cila është arsyeja që shqiptarët nuk mblidhen më, ndoshta nga që është vrarë shumë ai besimi për atë shpresën që prej vitesh janë duke pritur dhe s'po vjen, nuk po ndodh diçka, apo për shkak se janë përdorur dhe keq përdorur. Zotëri, si jeni? Një mendim tuaj, a ishit e kjo protesta këtu tani për çfarë po ndodh? S'ka filluar. Çfarë proteste është ajo? Për mbrojtjen e familjes. Për mbrojtjen e familjes. Kush e organizon këtë? Koalicioni shqiptar. Koalicioni shqiptar, kush janë koalicioni Ka shqiptar? partitë, kryesisht janë disa partitë. Janë parti që organizojnë. Partitë të besimet fetare, Jeni pro këtyre protestave? po janë pro. Jeni pro. A bëjmë gjë, domethënë proteste, se unë normalisht e erdha thash se ka qenë një protestë e thirrur nga qytetarët vetë, por thonë që është protestë që organizuar nga partitë politike, koalicione. Jam shumë tash në Okej, mirë. Qëndrojmë pak. Që organizon, por është një protestë që ja vlen marrësh pjesë. Ja vlen marrësh pjesë. Pse? Unë jam pro familjes. Jeni pro familjes. Jam pro nën e parë. Jo prind një, prind dy. Jo këtë projekt ligj në shkolla, në tek fëmijët, disa koncepte që do të interpretohen, do të kuptohen, kështu që. Po pastaj? Jo, në rregull, më pëlqen shumë që është talloni njësi prindi, gjyshi, njeriu, një shqiptari që duhet të trashëgojë traditat patjetër. Këti koncepti për familjen ka nën, bab, femër, mashkull. Dhe s'ka përse të bëhen tani 50 A do të kishim më shumë njerëz tu, pse ka vdekje ndjesia, prandaj po them, ndoshta se kuptojmë dot. Organizimi, jo. Ndoshta është dhe organizimi, njoftimet, ndoshta nuk pa normalisht ne shqiptarët në traditë kemi familjen të shenjtë. Unë jam kundra këtyre. Ashtu duhet jemi të gjithë, prandaj po them. Prandaj po them se duhet jemi të gjithë. Çfarë këto po? Plus që ato janë lejuar askush si ka privuar nga e drejta e tyre, se çfarë do thotë familje, zotëri? Në konceptin botën tuaj, si e mendoni? Çfarë do thotë familje? Familja që liza bazë e shoqërisë. Si është familja është dhe shoqëria. Po. Nuk ka pse të ketë 501 lloj familjesh tani, jo kështu po. Ai preku jeni mërzitur nga kjo gjëja? Ndjemi shqetësuar, nuk ndjej një satisfaksion për një ligj të mirë që i shërben shoqërisë shqiptare. Ne jemi shqiptarë, ne kemi traditat tona. Zoti bëri Evën dhe Adamin. Nuk bëri 2 Adama apo 2 Eva. Në këtë moshë ju gëzoni shëndet, të mbët qefi dhe të keni jetë gjatë. A e shihni që për shembull gjithë mundi juaj prej vitesh po ikën dëm për shkak të këtyre gjërave që bëjnë? Jo, nuk e shikoj. Pse? Sepse koncepti i tij nuk e kanë vetëm unë, është koncept mbar shqiptar. Atje
Pavarësisht se s'kam në një njohje të mirë edhe të gjerë për konceptin në Kosovë apo në Maqedoni apo Maltezi apo kudo që ka shqiptar. Por realisht familja shqiptare është disi më tradicionale ndoshta nga familjet evropiane. Evropa ne na pranon kështu siç jemi, nuk është nevoja tani që thot Evropa bëni një ligj kështu edhe ne o bura. Jo. A ka lidhje Europa pra që e thotë është një nga kushtet ndoshta sipas jush? Nga kushtet jo, po një ndikim për të treguar një farë ndoshta servilizmi do thosha unë. Ne Evropa do na pranon. A njemi ne si shqiptarë si servila? Jo plotësisht, por në aspektin qeveritar ka një servilizëm, ka një përulje, ka një jo i ndjeri barabartë. Kështu do ta gjykonja unë, paktën në Po sot a kemi frikë të shprehemi në zotëri? Unë jo për vete. Jap dorën. Falenderoj shumë. Jo, po t'jemi shumë si ju, nuk po them se unë s'besoj shumë në idealizëm, por po t'jemi shumë si ju, do që thjesht të shprehim atë çka kemi për brenda, po ndryshojmë veten tonë, kjo është ajo. Unë nuk e kam lexuar ligjin. Tamam, por nga debatet televizive, nga profesorët e nderuar që japin gjykime shumë pozitive për familjen shqiptare. Ne jemi tradicionalisht për nën, për babë. Në shkollë, unë kam qenë vetë mësues. Në shkollë, dakord, edukata seksuale bëhet në biologji, bëhet në qytetari, e tjera, shkencat e tjera. Nuk ka tani që edukatën seksuale ose formimin seksual në shkollë, ta degradojmë në një shkallë tjetër. Në një shkallë ku të shturim familjen. Devianca, martesa, familja është një burrë e një grua, të cilët lindin pasardhës dhe pasardhësit lindin pasardhës. Kjo është trashëgimia tamam, kjo është pasuria. Si mund të quash fëmijë një që as e njeh se cilët janë prindrit e tij biologjik. Po mohuam biologjin, mohojmë natyrën. Natyrën mohojmë ekzistencën dhe pastaj e kthejmë, dalim kundra natyrës. Falenderoj shumë. Të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi që bëre një bisedë kaq të çiltër. Ne jemi në YouTube kanali Pisk. Siç është puna Pisk. A është Pisk apo? Patjetër. Pisk. Edhe ne duhet paktën gjithë secili nga ne duhet t'japi kontributin e vet. Nuk e di se jam shumë kështu për kamerën. Jo, shumë mirë. Ajo se çka është më mirë edhe unë që unë e vlerësoj është ajo që është sinqeriteti e çelësia e vërteta. S'ke pse të degradosh sa gjëra, ti bëjmë kështu thot Evropa, kështu e do bota, kështu jemi. Jo, ne jemi shqiptarë. Kush na pengon të hyjmë, të dalim? Kush i pengon? Po, fundja çaj duam me Europën nëse ne na shkatrojnë. Çaj duam me Europën nëse na shkatrojnë normat tona, bazat tona, principet tona. Apo jo? Kështu i dashur. Të përshëndes. Pisk, jo Pisk. Patjetër me ka. Të përshëndes, jeni mirë. Miq, shijova shumë, duan shumë njerëz thjesht, njerëz të çiltër, shqiptar dhe familjar, tamam njerëz që shprehin atë se çka u jep dhe u përcjell zemra e tyre, pjesësi e njeriu që do ta trashëgojnë të japin dorë njëri tjetrit, këtë theksoj gjithmonë. Dhe realisht kjo se çka po shoh sot tu, nuk e dija që ka organizime dhe ose që janë organizatorë ose ata që kanë thirrur pasa pjesë edhe të partive, koalicioneve politike, por edhe pikpyetja ime që bëra pak më lart është se a është diçka që shqiptarët nuk marrin pjesë, domethënë masivisht, kanë shumë që ose nuk shohin një lider historik le themi, që i thonë, nëse themu, si Berisha, si Rama, si Fatosnana po t'ishte për shembull, si Ilir Meta, si Monika, e këto emrat e mëdhenj të Shqipërisë që mbushin sheshet plot, po për familjen e tyre. Pse nuk ngrihen shqiptarë? Ti çoj nga shtëpia, nga krevati, ti çoj ndjesi e tyre si një prind, si një vlla, si një modër, si një gjysh. Do të jemi të shohim nëse do të kemi njerëz të tjerë që shprehen për këtë temë.